Horoskopi I ri I datës 11 shkurt. Dashi. Kjo ditë të vë përballë vetes. Jo me të tjerët, jo me rrethanat, por me vendimet që ke shtyr prej kohësh. 11 shkurti është si një pasqyrë. Çfarëdo që ke fshehur nën tapet del në pa. Nuk është ditë për të ikur, por për të qëndruar. Në punë një situatë kërkon guxim. Nëse flet sot fiton respekt, nëse hesht humbet terren. Financat janë të ndikuara nga një vendim I kaluar, sot kupton nëse ka qenë I drejtë apo jo. Në dashuri, tensioni nuk vjen nga mungesa e ndjenjave, por nga fjalët e pathëna. Beqarët përballen me dikë që I sfidon emocionalisht, jo fizikisht. Demi. 11 shkurti për Demin është një ditë që të mëson durimin e vërtet. Jo durim pasiv, por zgjuarsi emocionale. Sot kupton se nuk mund t'i kontrollosh të gjitha, por mund të kontrollosh reagimin tënd. Në punë ritmi është I ngadalt, por I sigurt. Mos e nënvlerëso një lajm të vogël, fsheh një mundësi më të madhe. Financat kërkojnë maturi, veçanërisht ndaj shpenzimeve për rehati momentale. Në dashuri Demi kërkon siguri, por duhet ta shpreh qartë. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që I bën të ndihen të mbrojtur, jo të impresionuar. Binjak. Kjo është një ditë ku fjala jote ka peshë më shumë se zakonisht. Çfarë thua sot, mbahet mend. 11 shkurti është ditë komunikimi, por edhe përgjegjësie. Në punë mund të dalë një informacion I ri që ndryshon planin fillestar. Mos u stres, përshtatja është arma jote më e fortë. Financat lëkunden nga vendime të vogla impulsive. Në dashuri një bisedë e papritur mund të hap plagë të vjetra ose t'i shërojë ato, gjithçka varet nga sinqeriteti yt. Beqarët kanë shanse për njohje online ose përmes një miku. Gaforja. 11 shkurti është emocional, por I dobishëm për gaforen. Sot kupton kush meriton vend në jetën tënde dhe kush jo. Intuita jote nuk gabon. Në punë dikush mund të të testoj durimin. Mos reagoni me njëherë, heshtja sot flet më fort se reagimi. Financat kërkojnë kujdes ndaj huazimeve ose premtimeve. Në dashuri, gaforja ka nevojë për siguri emocionale. Në qift, një gest I vogël ngrohtësie ndryshon gjithë klimën. Beqarët ndihen gati për diçka më serioze se sa flirt. Kjo ditë nuk është për shfaqje, por për pjekuri. 11 shkurti të sfidon të tregosh forcë pa zhurmë. Jo të gjithë duhet ta dinë çfarë po bën. Në punë një rol drejtues të vjen natyrshëm sot. Kujdes me egon, suksesi vjen nga bashkëpunimi. Financat janë të qëndrueshme, por një shpenzim për imazh nuk është I domosdoshëm. Në dashuri luani kërkon vëmendje, por duhet edhe ta jap. Beqarët tërheqin dikë që nuk impresionohet lehtë dhe kjo I intrigon. Virgjëresha. 11 shkurti është ditë qartësimi. Mendja jote funksionon si orë zvicerane. Por sot duhet të dëgjosh edhe zemrën. Jo çdo gjë zgjidhet me logjik. Në punë një detaj I vogël bën diferencën. Mos e nënvlerëso veten. Financat janë të kontrolluara, por shmang analizën e tepruar. Në dashuri, virgjëresha sot kërkon sinqeritet absolut. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush I thjesht, por I thellë emocionalisht. Peshorja. 11 shkurti të vë përballë një zgjedhjeje që nuk mund të shtyhet më. Ke kohë që përpiqesh të ruash ekuilibrin, por sot universi të kërkon të zgjedhësh anën tënde. Jo të tjerëve, jo rrethanave, por tënden. Në punë një bashkëpunim kërkon qartësi. Nëse nuk vendos kufi sot, nesër do të ndihesh I shfrytëzuar. Financat përmirësohen përmes një ideje kreative ose ndihme nga një person I papritur. Në dashuri, peshorja nuk duron më gjysmë ndjenja. Në qift, ose thelloheni, ose distancoheni, gjithçka varet nga sinqeriteti. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që flet pak, por thot shumë. Akrepi. Kjo është një ditë zbulimesh për akrepin. 11 shkurti të sjell një të vërtetë që mund të dhembë, por të çliron. Sot kupton se intuita jote ka pasur të drejtë gjithë kohën. Në punë ke avantazh strategjik. Dikush mund të të nënvlerësoj, mos reagoni me njëherë. Lejo rezultatet të flasin. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangje të rreziqeve. Në dashuri, pasioni është I fortë, por edhe xhelozia. Në qift, komunikimi I hapur shmang shpërthimet emocionale. Beqarët përjetojnë një tërheqje intensive, por jo të lehtë. Shigjetari. 11 shkurti të zgjon dëshirën për ndryshim. Rutina të mbyt dhe ndjen nevojën të largohesh, qoftë edhe mendërisht. Sot është ditë reflektimi për drejtimin që po merr jeta jote.
Në punë, një ide që duke e pamundur fillon të marrë formë. Mos u dorëzo nga vonesat. Financat janë në përmirësim të ngadalt, por të qëndrueshëm. Në dashuri, shigjetari ka nevojë për sinqeritet absolut. Në qift, fol hapur për atë që të mungon. Beqarët mund të njohin dikë që i sfidon intelektualisht. Britsjapi. 11 shkurti është një ditë përgjegjësish, por edhe krenarie të brendshme. Nuk ke nevojë për duartrokitje, e di vetë sa ke punuar për të arritur këtu. Në punë, një lajm i mirë vjen në heshtje. Dikush po të vëzhgon dhe po të vlerëson më shumë se sa mendon. Financat kërkojnë planifikim, por janë në rrugë të mirë. Në dashuri, britsjapi duhet të hapet emocionalisht. Në qift, partneri kërkon ndjeshmëri, jo vetëm siguri materiale. Beqarët tërhiqen nga dikush serioz dhe i qëndrueshëm. Ujori. 11 shkurti është ditë qartësimi mendor për ujorin. Mendimet janë të thella dhe ndonjëherë kontradiktore. Por sot një ide del mbi të tjerat dhe të jep drejtim. Në punë, kreativiteti yt është i pazëvendësueshëm. Edhe nëse nuk kuptohesh menjëherë, mos u tërhiq. Financat janë të qëndrueshme, por shmang vendimet e nxituara. Në dashuri, ujori kërkon lidhje mendore. Në qift, një bisedë e sinqert forcon lidhjen. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush ndryshe, jashtë kornizave klasike. Peshit. 11 shkurti për peshqit është i thellë, emocional dhe intuitiv. Sot ndjen më shumë se flet, dhe kjo është fuqia jote. Në punë, kreativiteti dhe ndjeshmëria të ndihmojnë të dallohesh. Një ide artistike ose humane gjen mbështetje. Financat kërkojnë kujdes dhe kufi të qartë. Në dashuri, peshqit janë romantik dhe të hapur. Në qift, dita sjell afërsi shpirtërore. Beqarët mund të përjetojnë një lidhje që duket e paracaktuar.